me punë të ndryshme të tashmë janë të njohura edhe për opinionin e gjerë publik, siç është droga, kriptovalutat e tjerë, japen mundësi që të kenë një fuqi më të madhe se ndoshta edhe shteti i Republikës së Kosovës atje. Mirë po duke i bërë ata gabimet e cilat i bën gjatë rrugës, edhe në bashkësia ndërkombëtare e pa se sa e nevojshme është që Republika e Kosovës mos ta humbë veriun dhe ta ketë veriun si pjesë territorit të saj, atëherë ndodhi që kjo pra që ndodhi, sepse pandimin e bashkësisë ndërkombëtare nuk jam i bindur që mund të ndodhin këto lëvizje të cilat kanë ndodhur deri më tani. Ndërkaq, zoti Dili, sipas saktë akuzës për trajnim ushtarak në Serbi janë përmendur deri në 120 persona. A është kjo një provë mjaftueshme pra se e një infrastrukture të organizuar paramilitare për te kufirit? Përveç kësaj prova generale që mund të përdoret është edhe zbarkimi i ushtrisë Serbisë për gjatë kufirit me Kosovën ose në vendet ku jetojnë një shumicë shqiptare atje në Bujanovc për shembull. Pra këto për vetëm se janë tregues të qartë që Serbia ka mbetë politika shoviniste e viteve të 90-ta, ajo patjetër që tenton me këtë lloj frikrash ose me këtë lloj themi paradash policore ushtarake ta fus frikën në Kosovë, mirë po ne dim tashmë që nga viti 1999 as ushtria serbe pas policia serbe asnjëherë nuk do të mund të shkelin përsëri në vendin e quajtur Kosovë, sepse jo vetëm Kosova që tashmë po forcohet çdo ditë më shumë në aspektin mbrojtës, mirë po kemi disa marrëveshje ndërkombëtare të cilat e mbrojnë Kosovën pra fuqishëm në raport me Serbinë, siç e përmend edhe më herët ajo e Kumanovës, e cila i jep të drejtë NATO-s dhe KFOR-it të ndërhyjë sa herë që është e nevojshme. E qartë, zoti Dili, trajnimet e përshkruara përfshin këtu armë të rënda, eksploziv, por edhe taktika luftarake. A mund të flasim ende për grupet e izoluara ndoshta apo për një formacion të strukturuar luftarak? Patjetër, ende nuk është përfunduar gjithë lufta kundër këtyre strukturave paralele. Ato mund të themi që ekzistojnë ende në Republikën e Kosovës. Mirë po fuqia e tyre nuk është ajo që ishte para disa viteve, para 5-6 viteve. Dhe kjo është ndoshta lajmi më i mirë që ka Republika e Kosovës, sepse ndoshta në këtë periudhë ku gjeopolitika po ndryshon dhe shohim konflikte të reja të cilat lindin çdo ditë në mbar botën, qofshin edhe të brendshme, sikur që është e fundit në Iran, atëherë në një situatë brisht në Ballkan, Serbisë do të jepte shumë fuqi dhe do të jepte mundësi që ndoshta ta tentonte ta bënte atë të cilën e bëri ose tentoi ta bëjë përgjatë viteve të 90-ta. Ndërkaq që institucionet janë prelëmruar se këto struktura rikthehen sa herë që jepet mundësia, zoti Dili, a është Kosova sot vërtet e sigurt ose më e sigurt se në shtatorin e vitit 2023 apo është thjesht më e heshtur ndaj këtyre grupeve? Unë po besoj që Kosova është më vigjilinte se sa që ishte para shtatorit të vitit 2023. E tham edhe më parë që ndoshta kaloj në heshtje duke mos e besu që mund të viteri në një përshkallëzim të këtillë, duke marrë parasysh që tashmë ajo situatë njëherë kaloi në Republikën e Kosovës, nuk besoj që Republika e Kosovës është e gatshme të pranojë edhe një Bajnska të dytë, sepse e tham edhe më lart një Bajnska e dytë do të ishte fatale për Republikën e Kosovës, pasi që organizimi nuk do të ishte ai i cili është, dhe mos të harrojmë që policia e Kosovës në raport me atë sulmin terrorist ose terroristët ka përdorur si të gjitha mjetet e tyre të cilat i kishin në dispozicion për t'i luftuar ata, dhe ajo është një informacion shtesë edhe për grupin terrorist, i cili nesër pas nesër po t'jam mësuj Kosovës se dim prapërsisht se cilat janë mundësitë reale të policisë së Kosovës që t'i luftoj ata, duke parë që FSK-ja në këtë rast nuk mund të futet në veri.
E qartë. Mirë, zoti Dili, kalojmë tek Aleksandar Vučić, i cili ka deklaruar hapur se e do Republikën Srpska dhe nuk turpërohemi ta themi, thot presidenti serb, nga territori i Bosnjë e Hercegovinës. A është vërtet një deklaratë politike simbolike, do ta quaja sipas tij, apo është vërtet një sfidë drejt për drejt tashmë ndaj sovranitetit të Bosnjë e Hercegovinës? Shiko, që është bërë një gabim politik në Bosnjë e Hercegovinë dhe nuk do të përsëritet në vendet e tjera, përkatësisht edhe Kosovës, kjo tashmë është e qartë. Se çfarë do të ndodhë tashmë në ditët në vijim, ne do ta shohim mirë, po një gjë është e sigurt. Republika Srpska ekziston në Bosnjë e Hercegovinë, ndoshta nuk e kanë themi aspektin institucional ashtu të formuar sa ata kërkojnë, mirë po ne dimë që Bosnjë e Hercegovina është shumë më e dobët në raport me serbët se sa që është Kosova. Dhe në këtë rast Vučić e shfrytëzon këtë mundësi shumë mirë që të rrisë aspektin nacional ose nacionalist të serbëve në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe mos t'i ndodh edhe lëshimi atje siç i ndodhi në Kosovë, sepse shohim përgjatë seancave të ndryshme në kuvendin e Serbisë që zoti Vučić akuzohet nga opozita atje që e humbi veriun, e humbi Kosovën, e humbi dinarin në Kosovë, pra vijnë akuza të ndryshme, gjë të cilën nuk dëshiron ta pranoj të ndodhë në Bosnjë. Prandaj rreziku që atje mund të kemi një kanosi më të madhe është shumë i madh, sepse ai do të luftoj me të gjitha mundësitë që mos ta lëshoj këtë pjesë. Ndërkaq, zoti Dili, bashkësia ndërkombëtare reagon shpesh ashtu si e kemi parë me gjuhë të kujdesshme ndaj deklaratave të tilla nga ana e presidentit serb Aleksandar Vučić. Mendoni se po inkurajon heshtja ndërkombëtare për shkallëzimin e të gjithë kësaj retorike nacionaliste në Ballkan? Ne jemi mësuar tashmë me këtë pjesë nga bashkësia ndërkombëtare që të tentoj ta mbajë Serbinë me të butë. Mbajtja e Serbisë me të butë sipas tyre është mundësia më e mirë që Serbinë edhe ta marrin për veten e tyre dhe mos ta lejojnë të shkojë me Rusinë. Është një pikë strategjike për Ballkanin edhe Serbia, prandaj ato tentojnë që mos ta humbin, por që orientimi politik dhe ideologjik serb është i përcaktuar dhe është shumë e vështirë të ndryshohet. Është e njëjta gjë sikurse që kishim ne shqiptarët, ne ishim të përcaktuar për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe aleatëve të tjerë, andaj sot në asnjë formë nuk jemi të gatshëm ta shkëmbejmë këtë pjesë. Pra njëjta gjë ndodh edhe me Serbinë, pra sa ata nuk janë të gatshëm të refuzojnë të mirat të cilat i vijnë nga Serbia, nga Rusia, Kina, Korea e tjerë. Pra, kjo është arsyeja pse Bashkimi Evropian, po edhe shtetet e tjera, sikur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deri më tani kanë qenë shumë të qeta dhe në raport me Serbinë. Ndërkaq, zoti Dili, Vučić thotë se kundër Serbisë po zhvillohet një fushat nga Prishtina, Zagrebi dhe Podgorica. Mendoni se tashmë po ndërton Beogradi një narrativ rrethimi, do ta quaja, për të justifikuar këtu edhe politikat agresive rajonale? Kjo është politika, kjo është puna që di ta bëj Serbia më së miri. Pra Serbia din ta luajë shumë mirë rolin e viktimës në raport me shtetet e tjera, sidomos në Ballkan. Nuk ekzistojnë takime dhe nuk ekzistojnë mbledhje qeverish dhe nuk ekzistojnë mbledhje deputetësh ose çfarë diun të kemi një raport të tillë. Ka ekzistuar një trajnim mushtarak i përbashkët mes Kosovës, Serbisë dhe Kroacisë, që është normale për një fshinësi të mirë, po zoti Vučić nuk e din as çka është fshinësia e aq më pak çka është fshinësia e mirë, dhe në këtë kontekst çdo raport i mirë dhe progresiv mes shteteve atij duket që është në disfavor të Serbisë, patjetër që është në disfavor të Serbisë sepse ne themi raport i mirë mes shteteve ballkanike, po edhe shkëmbime të trajnimeve të ndryshme, patjetër që në një raport tjetër do ta dobësonin shumë Serbinë. Dhe në këtë kontekst, patjetër ata që duhet ta luajnë vazhdimisht viktime. Mendoni, zoti Dili, se presidenti serb Aleksandar Vučić po ndjek të njëjtën strategji si Slobodan Milošević, pavarësisht se distancohet nga qëndrimi i tij? Zoti Vučić është i shkolluar politikisht nga zoti Milošević.
ndaj nuk mund të jetë edhe ndryshe edhe në mendësinë e tij politike. Kështu që nuk besoj që vdo më shumë koment, sepse kemi një person i cili ka qenë ndoshta edhe krahi i djathtë i zotit Vučić për luftra